Pas raportimit të televizionit Uskana, sot në lagjen Prilepska të Kërçovës, ndërmarrja publike komunale ka nisur punën intenzive për pastrimin e mbeturinave të krijuara nga vërshimet. Banorët e kësaj lagje thonë se mobiljet dhe orendiq shtëpiake të cilat i kanë nxjerrë nga shtëpitë e tyre pas përmbytjeve, për disa ditë kanë qëndruar në përlagje pa u larguar. Sipas tyre, megjithse sot ka filluar aksioni për largimin e këtyre mbeturinave, në disa vende ku lumi ka sjellë mbetje të shumta, pastrimi nuk është duke u kryer. Në fanë vetëm të qistim raqit gjë këto para shpejet i kimi qitë, e ne ka nërë ushtarët, ka nërë pikto kanë morë disa ata pun qa që kanë punu, e ne ka shku. Që sonte që të dita e sonte që shkanë erë që këta shtenet që shpastrojnë. Kjo mbeti këto. Kjo kërë do bil ditë këto e ne s'monë është duru është, do s'monë këto, do vdestim. Me collat voglejna. Para shpijen tema kjo, që? Kjo bori. I pejtu ne jo fanejme në vetëm për këta këto t'i pastrojna. Pa kjo, kush dhe pastroj? Babi jem pi vorit o grejet? A këtë zalli ka që? Pi këzalli po krejt, qes jo. E në odat me redna këtë gjerën gjymës janë me uj. Te pika ka uqja këtë kimi qitë. Në cimente jonë posh. Që hinim redna do shofni. E si do bod një Allah e din. Jo vetëm une kretë këto që shanë njerë ditë. Денес почна активно, се работи активно. Денес се отстранува ѓубрево, фала многу ми помогна малку и во дворот овде, што рекава го носено ѓубро, тебе се гледат. Со багером влезе еднаш очисте, ама уште еднаш, ако влезете уште поубаво. Што ова, ако остане, џабе да речеме натре чисти, дрекава се пред когова ѓубро, ова миризба, остануваат. Оде ми го пукна сатот кога влезе багерот, тежина ене. Кешо излагат вода. Е сега јас тоа мора да го поднесам јас. А сме остварно во тешка состојба и финансиски, и со јадење, и со намештај. Повелите натре влезите слободно да видите како живам и како спијам. Dermatologja Lule Jahja thekson se përveç pastrimit urgjentisht duhet të kryhet edhe dezinfektimi e objekteve me qëllim parandalimin e përhapjes së smundjeve të ndryshme infektive. Kështu që duhet merren masa urgjente të bëhet dezinfektim sa më i shpejt i këtyre regioneve, pastaj të jepen edhe këshilla këtyre personave që jetojnë në bashkësi, pavarësisht që kushtet janë minimale. Mungojnë banjo, mungon ujë, mungon ushqim i shëndetshëm, sezon dimri, më kupton të mundohemi që të jepet pastërtia të jetë sa do mundet, nuk e di sa në nivel. Ndërkohë, banorët shprehen se deri më tani në shtëpitë e tyre ende nuk është realizuar procesi i dezinfektimit. Jo, s'ka nerë. Ata fase do vinë pike pozharna me crevo t'i lajnë mrena t'i bojnë odat krejt që duhet, e në ajo dezinfekcija që duhet venohet mrena. S'ka nerë. Значи, до денес, до овој момент, нема никој поминато, ни нас да не прегледат. Имаме деца, мали сме. Не да прегледа дете, да дојди да види како е, што е натре состојба, нема дојдено, нема.